Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimet të nësi takojnë vetëm Allah subhana, ata los dhe ati përgjërohem që ta lavdroj dhe ta begoj dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të pëzgjithur. Të ndohë vëllezër, në jetë njeri është asisoj, domethënë është gabimtar edhe sado që mundohet me rujt pi gabimeve, sado që mundohet me qenë shumë i pastër, megjithatë gabimi është një diçka që përshkruan njerin. Mirë po ekziston qasja në raport me gabimin, ajo që përcakton pastaj identitetin e njeriut në përgjithësi. Për shembull, një prej qasjave në raport me gabimin është ajo qasja e jon, e shoqënisë tonë, në qiellit ton, ku gabimi nuk denoncohet. Gabimi nuk denoncohet. Dhe rrjedhimisht gabimi që nuk denoncohet nuk përmirësohet. Ka shoqëni muslimane, për shembull, i kanë të njëjtat gabime që i ka shoqënia jon. Ama aty denoncohet gabimi. Kuptimin që i thuhet gabim. I thuhet diçka e cila duhet ndryshuar për mirë, diçka e cila duhet flakur, diçka e cila duhet heqim dorë. Ndërka që ka shoqëni caktuar të cilat nuk janë të gatshme me denoncu gabimin. Kanë nuk janë të gatshme me denoncu gabimin si nuk janë të sigurt o gabim. Donja nuk janë të gatshme me denoncu gabimin sepse janë vetë. E shpesh njerëzit kur kanë karakter të dopt, nuk dinë mi thonë gabim asaj çka e kanë. Ndërka është njerëz me karakter të lartë, edhe asaj çka e kanë, kovçalos kanë hek dorë, po e dinë që o gabim i thonë, nuk mundon mi dhanë emër tjetër. Domethënë, aty ku gabimi nuk denoncohet, është vështirë me u bë ndryshimi i madh. Kjo është e para. E dyta është alo maran mu bë ndryshimi për mirë, nëse jo vetëm që nuk denoncohet gabimi, po arsyetohet. Domethënë, hallakosmi çfarëdo lloj rrugë mundshme, me mujt me gjithë, vetëm me arsyetu një gabim. Sidomos domethënë, kur është gabimi jon, ose është gabimi i palëve tona, ose gabimi i njerëzve tonë. Alo maran edhe alo ma keq, për me largu një të keq një gabim është kur jo vetëm që nuk denoncohet, jo vetëm që e arsyetojmë, po shkojmë derisa e krijomi si karakteristike dhe fenomeni shoqënisë dhe grupit shoqëror të cilit i takomi. Ne i takomi një grupi shoqëror, për shembull i takomi familjes, i takomi fisit, i takomi një shtrese me të cilat punojmë, ose një shoqënie me të cilën shoqëni shoqënohemi, ose një shoqënie fetare, ose i takomi një mektebi, i takomi një xhamatit, i takomi një xhamis, i takomi një shkollimit, i takomi një klasës shoqërore, apo gjithsesi lepineve dikun përket, apo kur një gabim bëhet fenomen, bëhet karakteristike këtë neve, aty bëhet shumë rand ndryshimi. Aty bëhet shumë, domethënë, i rand ndryshimi. Kështu që sonte me lehen Allah subhanahu wa taala kom marrë një gabim të cilën e kom trajtuar shpesh. E sidomos vllazënit me të cilët rrima shpesh e dinë që është pi temave që ndoshta nuk ka përcen java pa e qenë. Për arsye se e konsideroj një prej kthesave më të mëdha tek dikush. Domethënë, unë mendoj, besim jam i bindur shumë është, domethënë pa lëkundshëm, që për me konsideru që dikan e kena për udhë gata e mos me të që këtë temë. Që këtë temë s'unë e ka përcen, domethënë besoj që është djalë i mirë, vëllai i mirë, frekuentues i mirë, po nuk është për rrugë gjata. Domethënë, që kjo që kena me trajtuar sonte, është edhe gabim që nuk denoncohet mesin ton, është edhe gabim që arsyetohet mesin ton, edhe është gabim që është fenomen i shoqënisë ton. Fenomen i shoqënisë ton si tërësi, fenomen i shoqërive tona si grupe shoqërore të ngushta. Kështu që po i marr ajetet po i lexoj fillimisht, e pastaj inshallah domethënë nalmo edhe nxjerrmi për çin gabim e kena fjalën. Allah subhanahu wa taala na tregon vazhdon këtu faqet në cilat jemi te sura Al-Baqara, vazhdon më kon ngjarje për Musa alayhis salam dhe popullin e tij Ben Israilit. Edhe ndoshta besoj që është shumë e udhës kushdo që lexon Kur'anin dhe sheh sa shpesh përmenden ngjarja e Musait alayhis salam, dhe sa shpesh përmenden ngjarja e Ben Israilëve, duhet me reflektu ku është poenta, ku është arsyeja pse me pas kaq shpeshtësi. Nëse për Musa alayhis salam shpeshtësia e përsëritjes së ngjarjes ka të bëjë me ato mrekullitë e mëdha të një profeti i cili është këmbgulës me realizu misionin e tij, edhe ty të jap Allah mësimin se në qëllimet e tua të mëdha dush më kon këmbgulës dença sa të çelët deti, në thojza, apo? Kënë në anën tjetër i ki do njerëz me do veset para panike, me do karakteristika shumë çuditshme, që janë Beni Israilët e që automatikisht e ki mësimin mos gabon më sikur këta. Thot Allah subhanahu wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Kur Musa alayhis salam i ka thonë popullit vet, Allahu po ju urdhëron juve me therr një lop. Duke ardhur Baqara në mënyrë të pashquar, do të thonë
në aspektin gjuhësor është e përgjithshme, një lop me therr. Këta e mba kurreshtar pa nevojë. Edhe i kanë thonë pasaj, qalu atattakhiduna huzwa, i kanë thonë Musa te selam, a mos po tallesh me neve? Do thonë Allahu neve na urdhron me prej një lop. Qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Thot Musa alayhis salam, thot i kërkoj mbrojtje Allahut më konë në xahil, sepse është veçanti e ignorantëve, domethënë me jetu me tallje. Domethënë njerëzit mundën me pasën mahi edhe me pasën momente domethënë të shpurjes edhe të llafeve me mahimi, por nuk mund të më konë veçori e tyre në jetë. Thot qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. I kanë thonë Musa alayhis salam, thuj lutë Zotin tan me na tregue çish është kjo lop. Çish është kjo kafsh që kukshmi urdhëru për me prej. E tash ta povesi më shumë se sa u desht. Thot qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik. Thoj nuk është një lop e cila as nuk është plak shumë vite, pas nuk është e re, është mes në mosh. Tash po shtohet një karakteristikë që duhet më kanë kjo e cila duhet më therrën si zbatimi i urdhresës. Fa'alu ma tu'marun. Tash baneni atë çka po urdhëroheni. Gjeni një ajë e cila nuk është as shumë e vjetër as shumë e re. Pastaj kanë thonë qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. Kanë thonë thuj Zotit tan, lutje Zotit tan, një të na gazojnë çfarë ngjyre. E morën vesh moshën. Tash një të gazojë çfarë ngjyre ka kjo kafsh. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un lawnuha tasurru an-nadhirin. Pastaj ka thonë Allah Musa sa po thot Allah që ajo është një lopë e cila është e verdh, mirë po atë verdhësinë ka shumë theksume, do të thonë ngjyra është shumë e theksume, edhe është shumë e mahnitshme kur e shet dikush. Është shumë e mahnitshme kur e shet. U morën vesh moshën, tash domethënë ngjyrën. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya inna al-baqara tashabaha alayna wa inna insha Allahu lamuhtadun. Lutju Zotit tan, ne na gazojmë pak më shumë çysho kjo lopë se shumë janë ngjajshme me këtë ngjyrë, edhe na u kanë mbështjell cila do të më konë, e inshallah kena me gjetë. Inshallah kena me gjetën mundësinë për marr deri te çu ky përshkrimi domethënë që po e kërkon Allah subhanahu wa taala. Thot qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ardha wa la tasqi al-harth. Po thot Allah azza wa jall se ajo është një lopë e cila nuk është e lodhur që ka lavru tokën ose ka ujit bimët. Domethënë nuk kon që është angazhu domethënë për punte e fushës. Pastaj thot musallamatun la shi'ata fiha, është e shnosh, nuk ka doni tmet, pas nuk ka doni lar, domethënë nuk ka doni ngjyrë tjetër përveç ngjyrës së verdhë. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wama kadu yaf'alun. Në tash thot na e kallzoi ç'i çdot, edhe pastaj kanë gjetë edhe kanë prej një lop me çket domethënë mosha, ngjyra e lodh apo ka lavru, nuk ka lavru e kështu me radhë. Këtë çdo detaj ndër vëllezër janë të një ngjarje që kisha pas dëshirë fillimisht para se më shpjegoj me kallzu një realitet. Sa herë që vitesh kjo temë, që për mira pak më që gati çdo javë e kam me vllaznit. Sa herë që vitesh kjo temë, edhe të çka jetë. I çtojmë pyetjeve të Ben Israelëve, çfarë lope, çfarë ngjyre, a e lot, nuk e lot apo? Zakonisht më aktivizohet një dhëmshuri edhe një distancim. Më aktivizohet një dhëmshuri për shumë vllazni të mirë, shumë vllazni të ri që realisht qasjen ndaj fesë nuk e kanë pas shnosh, e kanë pas me shumë pyetje të kota, me shumë pyetje të panevojshme, me shumë interesime, domethënë edhe gjurmime të shterpe, të pafrytshme, edhe ju ka kthy fetaria në depresion. Domethënë i në çov ndoshta në mënyrën se si pyesin, mënyrën se si diskutojnë për fenë, mënyrën se si qasin, ata e kanë një depresion. Fatkeqësia është që nuk kanë guxim me e thonë, se dyqysh bën desh kemë thonë që feja na ka shkaktuar depresion. Amo që kjo fe me pyetje pafund, që kjo fetari me kurreshtje pafund, edhe të nguni 24 saat tuli far burimi, domthon kjo shkakton depresion sepse domthon çti në një lamsh. Çti në një lamsh. Po them kom dhëmshuri për këta njerëz. Edhe dyta distancim për shumë të tjerë, distancim prej shumë të tjerë personazheve të vjetra të reja që qasjen shpjeguese të Islamit e kanë domethënë me lloj-lloj matje, mosin çysh ju bë më mirë, mosin çysh mund të më të famshëm, motën ku diun çka, më po mas paku mosin me qendrën e Islamit, mosin me peizazhin e madh të Islamit, edhe mosin me prioritetet e Islamit. Se njerëzit më u shpjegou fejen me prioritetet e Islamit, me peizazhin e madh të Islamit, edhe me qendrën e Islamit, kjo nuk bën depresion.
Kjo nuk ja ngarkon njerëzve kryt. Kjo nuk ja bën njerëzve lamsh botë kuptimet e fesë. Po tu hina për do qoshe, na për do skuta, na për do hapësira të errta, aty ka gjaz, domethënë, me krijuar disponim të keq edhe të errët, edhe rrjedhëmisht pastaj domethënë me u ngatru. Çka është tema sot? Na që këtë temë kena trajtuar edhe te derse tjera, kena trajtuar kujtohet te udhërfimi me dritën profetike ku kena fol për qendrën e sahabeve se si kanë pas fen me vepër, nuk kanë pas me llafe. Domethënë sot e kena pikërisht çka domethënë, ekziston një farvesi, është ves. Nuk është domethënë devotshmëri kjo. Nuk do të më pa kjo si zell, nuk do të më pa kjo si vullnet i madh. Është ves, në gjuhën e shariatit quhet ves, domethënë quhet emet. Në fetari është emet me pas domethënë kurreshtje të tepërt. Në fetari është ves, është emet me pas kurreshtje të tepërt. Domethënë ta shkatron fejen, ta shkatron fetarin. Domethënë nëse ta shkatron fetarin, tjerat nuk t'i shkatron, domethënë kurreshtja e tepërt ta shkatron shëndetin emocional. Kurreshtja e tepërt ta shkatron ndërtimin fetar. Kurreshtja e tepërt ta shkatron mirëqenien shpirtërore që ka Allahu subhanahu wa taala. Kurreshtja e tepërt ta shkatron edhe mirëqenien familjes që ka. Ndoshta dikun mund me tingëllu kjo kurreshtja e tepërt sikur është interesim për elëm, realisht është ves. A kena argument se të shkatron? E shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi dhe Imam Ahmedi për Buhari's, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ma nahaytukum anhu fajtanibu." Çka ju kam ndalu për një diçka e nalnu. Ju kam thonë që kjo punë është haram, mos e bani. Thot: "Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Edhe çka ti urdhëroj për diçka, bani sa të muni. Domethënë, feja ka ndalesa, ka urdhresa, ndalesat nalnu. Urdhresat bani sa të muni. Mos i na i thot Resulullah këtë, më ne thot: "Fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Sepse, domethënë tregon se fjalia e parë ka ndërvarshmëri me fjalinë e dytë. Domethënë nëse un them ty për shembull, shkon në shkollë, sepse, domethënë tash çka sepse i bie që ka diçka të lidhur me këtë shkon në shkollë. Apo? Tash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, çka t'ju tham bane, bëjeni. Çka t'ju tham mos e bëni, mos e bani. Sepse ata që janë kon para jush janë shkatërruar tu pyet shumë. Sepse ata që kanë qenë për para jush janë shkatruar nga që kanë pyet shumë edhe kanë pas shumë mos pajtime për kitazim me profetët e tyre. Kanë pas shumë mos pajtime me profetët e tyre. Domethënë, feja është urdhresa edhe ndalesa. Çka ju kam urdhëruar, baneni sa të muni. Çka ju kam ndalu, ndalni. Me njëherë vën pjesa e dytë, sikur na thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse të interesu feja ty, ç'kjo feja? Nëse për një me interesum, atë feja ka urdhresa, ka ndalesa. E që kurreshtit e tua tepërta këtu janë arsyet e shkatrimit. Që kurreshtjet e hiqit, që kërku nuk qojnë, këtu janë arsye e shkatrimit, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po e merr si argument se nuk jeni të partë. Nëse juve ju shkatron pyetja e tepërt, nëse ju shkatron kurreshtja e tepërt, nuk jeni të partë. Dikush para juve domethënë e ka pësue domethënë në diçka të këtij. Kështu që ajo që kisha pas dëshirë, domethënë për këtë me këtë ves, shumë pyetje dhe shumë diskutime me kurreshtje për fejen apo për temat e fesë, me bos si pyetje të sfidimit. A besoni ndër vëllezër, qoftë na shoqënisht, qoftë na si shoqëni më e gjatë, domethënë, a jemi në shembullin e sahabeve, në shembullin e Ben Israilëve? Domethënë, a jemi në shembullin e sahabeve që ngjishta dihen meselat që kanë pyet Resulullah sallallahu alaihi wasallam, në shembullin e Ben Israilëve që i kanë bërë gjithë ato pyetje për një lop. Domethënë, shoqënia jonë, rrethi jonë, kultura jonë, a është kulturë e cila pranon ndërtimin, edhe formimin, edhe dijen, edhe kontentin e duhur, edhe punon me të, apo gërryn me kurreshtje për me dal nga tema në temë, edhe për me kriju lloj-lloj qasje, lloj-lloj domethënë forme të leximit edhe forme të fetarisë. Kështu që unë besoj fatkeqësisht, ndoshta mumi me bisedu pas ligjëratës bashkërisht, domethënë shumë ka tregues nga pyetjet, tregues nga ajo që e dimin në terren, tregues ajo nga çka e dëgjojmë pi vllaznive, tregues janë të shumë që e sforcojnë fuqishëm një konstatim edhe na sillemi në përfundim që është në nivel shqetësues, shumë shqetësues, domethënë parania e madhe e kurreshtjes së kot. Parania e madhe, sepse kurreshtja ka ku të shkosh, çdo shoqëni ka kurreshtje.
edhe në çdo temë mundet me pas kurreshtje, edhe në çdo trend mundet me pas kurreshtje. Ama kur shkon kjo nivele shqetësuese, atëherë domethënë duhet me bë të madhe. Saktësisht. E kena një fenomen të shfletimit të shumë të kontentit fetar në jetën virtuale. Kjo është çaq sa më gëzu kjo për më shqetësu. Se ti tu shfletu vazhdimisht kontent fetar, domethënë ty të sforcohet kurreshtja. Edhe tu të sforcu kurreshtja, pastaj domethënë ti gjuhësh në një kushtimisht thon, në një oqean ku ka edhe ujë, po edhe ka ujëra të zeza. Ku derdhen ujërat e zeza të kontinenteve. Edhe tash ti kjo tingëllon sikur domethënë ka interesin për fen, por realisht është me e sforcu që këtë kurreshtjen që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë i ka shkatruar popujt e mëparshëm. Pastaj e kena domethënë vëmendjen për çdo kontent. Domethënë paraqitja e çdo kontenti, qoftë në jetën virtuale, qoftë në jetën reale. Ajo neve na ekspozohet shkaku i imponimit që sot e ka koha, ama ti nuk duhet mi kushtu vëmendje. Kjo që na i kushtojmë vëmendje çdo lloj kontenti është pjesë domethënë e shqetësimit. Sigurisht domethënë edhe dëgjimi gjithçka që shfaqet është domethënë pjesë e shqetësimit, e mbi gjitha e që kjo ndoshta inshallah me religjat në veti, kjo që domethënë një pjesë e madhe vllaznive janë kurreshtar duke qenë peng të algoritmit. Domethënë algoritmi e ka manipuluar dhe e ka kuptuar se kjo kurreshtar i madh. Apo edhe algoritmi tankon e ma këtë në presion. Edhe ky nuk ka vakt me mu vetë përcaktu, e përcakton dikush tjetër. Nuk ka vakt mu vetë përcaktu në bazë prioriteteve, në bazë të agjendës së vet, po e përcakton dikush tjetër në bazë të domethënë algoritmit që domethënë lun me ta. Çka ka ndodhur me Ben Israelit? Domethënë Ben Israelit e kanë pas urdhëresën me e prej vetëm një lop. Cilën do lop që e kishin prej, kishin kryer obligimin. Cilën do lop që e kishin prej, e kishin kryer obligimin. Kanë bë pyetje, plak, më e re, e mesme, e verdh, ngjyrën shumë theksume, nuk lavron, nuk vadit, apo ke këto karakteristika, edhe mos pranë ti u dash me gjet ku e kuson ajo lo. Ku e kuson me gjet. Mos pranë ti e kanë gjetë një ibadetxhi. Kur e kanë gjetë aty ibadetxhia, ka qenë shumë i veçantë, se s'ka pas me këto veçanti dikon tjetër. Çmimin e ka pasën, çaq sa ze lëkura e lopës, çaq me mush me ari. Kanë mujt me ble me 2 dinar. Ta se kohë, për shembull, 2 dinar të arit. Apo kanë mujt me ble shumë lirë, po ju ka dalë shtrejt sepse kanë hi ku s'u dash me hi. Edhe zakonisht njerëz që aty ku bëhen kurreshtar, më shumë se sa do t'ju del shtrejt. Ju del shtrejt në shëndetin emocional, ju del shtrejt në radhitjen e botkuptimeve, ju del shtrejt në hartë, domethënë zgatët udha. Domethënë udha është pa kilometra me ardhin te një botkuptim. Po shkaku që e bë kurreshtar që me bë shumë kilometra, për shembull. Ka disa të vërteta të akidës. Ato mas shumë ti 3 deri në 5 faqe A4 dush mi lexua dhe mu të bë qartë ato mesele. S'ka më shumë. Diku ai duan 20 vjet. Vesh shkaku i kurreshtjes. Mas 20 vjet vanes vend të çato të vërteta, më thon, jo pas mi gabu. Nuk janë kon vështira para 20 vjetëve ato mesele. Çat lehtësitë të qartësisë kanë pasur para 20 vjetëve. Vetë se i kironi udhës gat, se i kon kurreshtar, a mos sum çana çka udhë të çato bot kuptime. Edhe pastaj domon kurreshtja e madhe ta ka zgatur. Kështu që domethënë çka ngjarën në Ben Israelit kena 2 sene. E para është e kanë pagu shtrejt kurreshtjen e kot. Nuk paguhet shtrejt kurreshtja e mirë. Përkundrazi, feedbackun e ka të shtrejt kurreshtja e mirë. Je shumë kurreshtar për dije, për shkencë, domethënë të kthehet sepse vën, zbulon diçka, bë diçka. A më je thjesht kurreshtar për senet kota? E kemi pagu shtrejt që kanë pagu, domethënë Ben Israelit, edhe e dyta, Allah subhanahu wa taala ka mujt më afal. Kurreshtar të mëj, po ka mujt më afal. Allah është falës i madh. Mirë po Allah azza i ka detyru me e pagu shtrejt. Çfarë ka thonë dietar? Allahu u ka bë kët në shenjë edukimi, mirë po edukim me përvëlim. Mon ka një herë, ti nuk i qef me eduku njerin shka e do, tu e bo me vujt. A më thu, pa e vujt, pa kë e harron edukimin shpejt. Thot, leta ndje pak një dhimt, që ne ta kuptoje që mos ta përsëri se gabimin. E këtu Allah zgjel, i ka shtini edhe me pagu shtrejt, po edhe me morë mësim me përvëlim. Qysh me përvëlim, do më thonën, duke e pague, do më thonën, shumë shtrejt, për kërësy, arabët e ka një fjallë shumë bukur, e që është për fjallive që tamam është për atë me fjallë që thuhet, janë fjallë që do të mishujt me ngjyrë të arit. Thoj, njeriu më i pafat këtë tokë, njeriu më i pafat këtë tokë, është ai që mëson vesh të u djeg vetë. Njeriu më i pafat
është ai që mëson vesh tu djeg vet. Më thonë, këto gjëra do të mu djeg tani më mësu. Mëso edhe ku u djeg tjetër kush. Mos u djeg ti hiç. U djeg dikush tjetër, e ky pas se korreshtja e madhe e ka bë musorallat 10-15 vjet, mos e bën ti të njëjtën. Graj udhës shkurt edhe, domethënë shko sipas hartës edhe itinerarit të saktë. Kështu që po du me marr këtë si rast ndër vëllezër, domethënë me e denoncuar çket ligjërat në kuadër të ngjarjes së Ben Israelëve që kanë bërë çat shumë pyetje, me e denoncuar çat fetarinë e keqe që është shumë e pranishme, domethënë që ka mesin e muslimanëve veç diskutim, veç analizë, veç komente, veç llafe, veç fjalë të mëdha, veç domethënë është veç tu blujt mullini apo pa kokra. Bluhet ama domethënë pa kokra. Shënoi Imam Tirmidhiu, Sheikh thotë hadithi o sahih prej Jabir ibn Abdullah, Sayyidullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawm al-qiyamah ath-thartharun." Thot njerëzit më të urryer. Njerëzit më të urryer të kon. Edhe mas larti pej mua në ditën e gjykimit me xhlis. Safron ata me mua. Kush janë? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ath-thartharun, njerëz që veç bojnë mohabet. Veç bojnë llaf. Veç kanë tema ata me blujt. Veç kanë tema me analizu, veç kanë tema me bë potere, veç kanë tema me qel, kurreshtje e madhe. Domthon i not pika ata prap do të mënuni presi me vazhdu mohabeti. Kur qysh nuk është më anu pikën do të thonë një bisedë. Kështu që njerëz e mençur, kjo është këshilla e kësaj ligjrate, njerëz e mençur në vëllezër e kanë një rregull të jetës. Që këtë rregull kushdo që e keni ngat një jetë, që ka që këtë rregull runat njëri. Kushdo që se ka, domethënë leni një kohë ta fitojë, nëse se fiton mos e mani afër. Domethënë matjen e vlefshmërisë. Matjen e vlefshmërisë. Njerëz e mençur e kanë një far mekanizmi, një far aparati, masin sa ja vlen. Masin sa ja vlen. Njerëz që hin, dalin, pa mat, ja vlen, nuk janë njerëz të mençur. Njerëz të mençur masin me matjen e vlefshmërisë. Pse, ku dhe çka? Pse, ku dhe çka? Për shembull, çfaqet ty një ligjërim fetar. Çfaqet një ligjërim fetar. Tu nis picet çka ligjërimi shon çton me këtë. Tamam? Mos secili edhe çka ligjërimin shabon me këtë. Pikuna dojeni tashnien, pse, ku dhe çka. Domthon, çfaqet një ligjërim fetar. Edhe do tema fetare. Apo do shtjellime fetare. Edhe thu, pse mi kushtu vëmendje? Gjej përgjigje pse ja vlen mingu. Pse mi kushtu vëmendje? Ku më çojnë çto ligjërata? Apo se kjo duhet më ka një farultimi. Edhe çka përfitoj? Pse? Ku? Çka? Çka përfitoj? Çe unë pengoj çka të hoç 5 vjet. Çka përfitoj mas promti? Ku më çojnë çto mësime mas promti? Ose pse ja vlen? Çka pse ja vlen unë mi kushtu vëmendje? A është e qartë? Domthon, suni gjem përgjigje pozitive largau. Çfarë do lloj përmbajtje fetare që çfaqet veç thuj? Pse? Ku? Çka? Ka njerë për shembull dikush të jap një temë të jashtëzakonshme. Edhe ti thu tamam, çen kam para një enciklopedia, apo? Atë vesh më thon, tamam, pse unë do të mengu? Çe enciklopedi? Çka është esenca çon ti të ngushto vëmendje kësaj? Ku më çon? Domethënë, nëse unë tash i çemin ato tema, ku diun çu shkaroni shtatë çu ngrit në shtat. Mos më ti ku çon kjo ty si temë? Ose ti mos më ti fetarian tonë, nesër sabat, çka përfiton me çesaj? Domethënë, njerëz e mençur masin me matjen e vlefshmërisë. Ja vlen, si ja vlen, sa ja vlen, pse ja vlen. Ose për shembull ty të shfaqet një debat fetar. Për shembull, çohet ke qytetjon e bën një debat caktuar rreth fesë. Apo? Edhe i shet çdo i dyti ka një temë. Po çdo i dyti ka një temë se s'ka mat çështu. Çdo i dyti me pas mat çështu nuk kishin një temë. Thjesht veç me pas mat. Pse unë do të më hin çka temë? Ose çka më duhet më çka debat. Ose nëse unë çepe gjej përgjigjen që debat. Ku më rrim as fundi? Domthon, u zgjedhëm. Kana çështu ose s'kana çështu. Mos më të çka përfitova. Mund të ekzistojë një debat fetar që po ja vlen me ditë fundin. O më janë shumë se debati nuk ja vlen. Mos si ditë si nuk e ditë, nuk përfiton domon asnjëse. E njëjta vlen në vëllezër edhe në shoqni për shembull. E keni shoqni, në rast shoqnor. Ose e keni grup shoqëror me cilin tu shoqnu. Matem me matjen e vlefshmërisë. Për shembull, çka ja vlen omi kushtu vëmendje qytet njerëzve. Ose ku më rri nëse unë rri, çe, po rri me juve një 10 vjet. Ku më rri mas 10 vjet? Apo? Ose çka përfitoj gjatë kësaj periudhe? Ose për shembull, çfaqet ty një agjendë të caktuar e punës, e lëvizjes, e davetit. Ku diunë e kështu me radhë. Prap, pse, ku dhe çka? Okej, çe po him. Çka? Pse, ku shkoj mas prompti?
domethënë nëse vazhdojmë tutje. Kështu që kjo pse, ku dhe çka njerëz të ikin se kjo përplas me realitetin. E shumica e njerëzve kanë qef me jetu me imagjinata. Arsyeja pse kanë qef me jetu me imagjinata nuk është e sotmja, po është mosguximi për me denoncu të kaluamën. Mona mend që këtë. Një arsye pse njerëz pranojnë me jetu me imagjinata është sepse s'kan guxim me denoncu të kaluamën. Domethënë, nëse ti shembull je uzu që 10 vjet, edhe sot e ke nis çiket çastet fetarisë, që unë se në të mimot, pse, ku dhe çka, atëherë i bie çtu 10, çysh shkum. S'kan shumë të vlefshme. Me bomi shtryll as një vit produktiv nuk kanë. Atëherë do të më gjet një interpretim që çdo 10-at mos më qit shumë keq, mos më qit shumë të pavlefshme. E pastaj i rrezikomi edhe 10 të sarmës. Njëri i mençur, nëse ka imi një biznes, edhe vend dikush ja mëson një formë të tregtimit, edhe i thotë që kjo 10 vjet çka ki punuar ta gazoj metodën qysh për 6 muaj e ka përcena 20 vjet që në ardhshëm. Apo? Njëri i mençur nuk i ikja. Kjo arsye domethënë për me shumë me pas pse, ku dhe çka do të më pas sinqeritet. Do të më pasën sinqeritet edhe do të më konë njerëz të logjikshëm. Njëri i logjikshëm dhe më gjet përgjigje. Pse, ku dhe çka? Po njëri i sinqert domethënë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Për fund, në ndërvëllëzër prej karakteristikave të rizgjimit islam të këtij gjysmë shekulli është domethënë përsëritja e shumë të temave të rimëkëmbjes dhe të ndryshimit të umetit, e që në shumë të raste janë klishe e nuk ka të bëjë atë shumë me domethënë tema të panjëmenta. Mirë po ajo që ka thënë Imam Maliku është preambula e daveteve të vërteta. Ka thënë rahimullah, la yuslihu akhira hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha. Nuk e ndreq fundin e umetit vetë se ajo çka ka ndreq fillimin. Çka e ka ndreq fillimin? Fillimi çu ndreq? Fillimi u ndreqën me bindje, fillimi u ndreq me ndërtim, fillimi u ndreq me akide, fillimi u ndreq me fetari që ka pas pak fjalë, fillimi u ndreq me fetari që s'ka pas debate, fillimi u ndreq me fetari secili u mor me vetveten, fillimi u ndreq me fetari që ka pas fokus tek teskia dhe tek zemra, fillimi çështu u ndreq, fillimi u ndreq me Kur'an me Sunet, nuk u ndreq me të blojtme edhe domethënë me llafosje dhe me llomotitje. Domethënë, nëse do me ndreq diçka sot, do të më ndreq shumë ndreq domethënë fillimi i umetit. Në fillimin e umetit e kena domethënë kohë të vintën tum, edhe kjo është mirësia e Allahut subhanahu wa taala që nuk ne ka lënë në fillimin e umetit abstrakt, mos më di ç'është ka funksionuar domethënë selefi. Kjo si për shembull e kom përmend e që me këtë ndoshta po e afroj, po e përmbylli, ai kur vjen edhe pyeti Imam Ahmedin për disa lloja të ujnave të përzier. I thotë, a ban me mor avdes me ujë të gëlqerës, a ban me mor avdes me ujë që kanë në fasule, a ban këtu. Edhe Imam Ahmedi i përgjigjet pak si me injorim. Tani tu dale kapi thotë, a di ti dhikrin e hyrjes në xhami? Thotë jo. Thotë dhikrin për me dalë pi xhamis? Jo. Thotë idhhab fata'allam hadha. Shko mësoj njerëz këtë. Se ti për ditë hin xhami. Pse si e bë kurrështar, ti për ditë hin xhamis, si e bë kurrështar, ç'a do të më thon kur ti hin xhamis, kur ti, a e bë kurrështar po ujin e gëlqerës? A është e qartë? Ose për shembull, ndoshta vën 10 vjet nders, që më bë me shtin matematik, çdo 10 vjet sa kjo ardh nders, ndoshta udha, shkuarja, ardhja janë për mi 500 orë. 500 orë me pas punu me fëmijën tan. A ka logjik shembull një fëmijë musliman mos me ditë xhuziname për shembull. 500 orë nuk mundet mu, ai mund paskon fëmia maçësia hiç nuk ja rrog domethënë memorizimi, domethënë 500 orë janë jashtëzakonisht domethënë intervali gjatë kohë për me mujt me pas arrit. Po thjesht ai s'kon kurrashtar për këtë. Ai kon kurrashtar për të sene tjera. Për arsye domethënë për me mujt me pas sukses në fetari, do të shpesh më ia thon vetvetes që këtë. Me logjik edhe me sinqeritet, pse, ku dhe çka. Edhe me e myt kurreshtin e tepërt. Me e myt kurreshtin e kot. Me e myt kurreshtin që s'çon kurkun hiç. Me e myt kurreshtin e cila vesh ngarkon edhe të ban barr, po nuk është që më thonë që t'jep, domethënë ndonjë vlerë, domethënë pse më kushtu vëmendje diçkaje ose për kushtim, ku më çojnë temat, shoqënitë, rrethet e ato gjëra të cilat ne na ekspozohen, edhe ti domethënë çka përfiton. Domethënë ku, pse edhe çka, besoj është motja për motja më të mira, por mos marrë të shembulli i Beni Israilve. Se Beni Israilve më pason dikush më pason o burra. Domethënë çka lop, a është e verdha e kuqe, çka ka këtu? Më pas hin çtu më pas mot. Pse? Çka? Domethënë çka përfiton ti nëse domethënë ndron ngjyra. Apo ose më e re më e vjetër. Thjesht nuk e kanë bë domethënë çiket motje rrjedhëmisht domethënë kanë përfunduar në një popull që pastaj ajetet në vijim
tregojnë se si kanë vrarë pejgamber, se si domethënë janë kont mallkum, se si janë largu mësimeve të Allahut, se ndonjëherë domethënë ajo pjesa më e keqe nuk mund të më kuptu, pa ja kuptuar atë pjesën pak ma që se bomi të madhe nëse bomi të madhe që të kurreshtin e madhe. Me po kur be pastaj në depresion fetar, e pastaj domethënë e sheh se realisht ki mujt më kon shumë rahat me pas lavdru atë akiden e plakave, që kanë thonën dikush pi selefit, domethënë ka mujt shumë njerëz për shembull kur e di se sa ka mundësi me lexu, sa ka mundësi me i dal temave në çosh, sa ka predispozita intelektuale, do tema nuk janë për ty. Ti më mirë me nejt në akiden e plakave. Më mirë me nejt në akiden që të jep surja Al-Fatiha dhe surja Al-Ikhlas edhe ajeti Kursia, nuk mundesh ma natona, u ky çaq, alhamdulillah. Ama tu dash më shty me ulemat, e pastaj s'u ne përballon se s'ki kapacitet me përballu atë barr, e pastaj domethënë përfundon në lamshe, të cilët ndoshta domethënë janë të frikshëm për ulemat, e lema domethënë për avamin, e lutem Allahun subhanahu wa taala me na bën në shembullin e sahabeve, jo në shembullin e Ben Israelëve që kanë nxjerrë domethënë dhjon për pleshtit. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.